Mëngjesi nisi ndryshe në shtëpinë e Big Brother Kosova. Dritat e para të diellit depërtonin lehtë përmes perdeve, por ajo që i jepte ngjyrë fillimit të ditës nuk ishte vetëm rrezet e diellit, por muzika që mbushte çdo cep të hapësirës. Tingujt e ritmit të njohur Guci Guci përhapen ngadalë, duke kapur secilin banor përmes veshëve, duke zgjuar energjinë dhe humorin brenda tyre. Banorët nuk u ngutën. Në vend që të përqendroheshin te rutina e zakonshme e mëngjesit, ata nisën të lëviznin sipas ritmit. Që në fillim, shtëpia u mbush me hare. Hapat e parë ishin të lehtë, më të matur, por shumë shpejt secili filloi të ndiej i lirë të lëviz sipas dëshirës. Duke krijuar një atmosferë të rrallë spontaniteti, kërcimi nuk ishte thjesht për t'u parë nga kamera apo për spektakël. Ishte një mënyrë e banorëve për të shprehur gëzimin, lumturinë dhe afërsinë mes tyre. Një dritë e veçantë dukej në sytë e tyre, sy që buzëqeshnin, fytyra që ndriçonin dhe një energji e përbashkët që nuk mund të mbahej pezull. Disa i bashkoheshin njëri tjetrit në çift, duke e bërë kërcimin një lojë afërsie, një mënyrë për të treguar dashurinë dhe respektin. Një lëvizje e dorës, një kthesë e shpejtë, një shikim i përbashkët, çdo gjest i vogël fliste më shumë se çdo fjalë. Të qeshurat e tyre ishin të përhapura, të vërteta dhe krijonin një rezonancë që të gjithë e ndjenin në trup. Atmosfera ishte e mbushur me ngrohtësi. Nuk kishte konkurrencë në ato çaste, nuk kishte debate apo strategji. Ishte vetëm momenti i mëngjesit, muzika dhe kërcimi i lirë, një ritëm që bashkonte secilin. Banorët ndanin kënaqësi, jo për shkak të spektaklit, por sepse po ndiheshin të lirë të jenë vetvetja, të shprehin ndjesitë pa kufi dhe pa frikë nga gjykimi i të tjerëve. Gjithçka u bë më e bukur kur të gjithë u bashkuan në qendër të dhomës. Një shikim i përbashkët, një energji që nuk mund të mbahej brenda. Dhe ritmi vazhdonte. Guci Guci ishte më shumë se një këngë. Ishte një motor i lumturisë, një shenjë që dita kishte fë.